Qendra ABA është platformë digjitale që i vjen në ndihmë të fermerit në çdo kohë me teknologji të avancuar të kultivimit të kulturave, të gjeni informacionin e nevojshëm për të zhvilluar biznesin tuaj ose për të arritur rendimente sa më të larta në punën tuaj si fermer. Kultivimit të shërës. Dhe kryesisht do flasim për përgatitjen e tokës deri në procesin e mbjelljes. Duke qenë se zëvendën kryesor në grupin e kultura forestiere, ajo mund të përdoret si kokër, pra si koncentrat, mund të përdoret si hasëlle. Si shikojmë, ne jemi në fazën e përgatitjes tokës. Dhe përgatitja e tokës dhe mbjellja, koha e mbjelljes varet kryesisht nga qëllimi i përdorimit. Atëherë, në përgatitjen e tokës kuptohet që puna kryesore është plugimi bazë. Bëjmë që bimat rritet sa më mirë dhe prodhimi të jetë sa më i lartë. Mirë është që para përdorimit të këtyre plerave të kemi bërë një bilans vlerimi, ka hyrë në mas, por nuk është e mirë. Ajo duhet përdorur në kultura të veçantë. Kurse për kokër, akoma edhe më tej, fundi i tetorit, fillimi i nëndorit janë afatet më optimale të kësaj kulture. Nëna e farës varet nga shumë faktorë. Varet nga qëllimi i përdorimit, koha në të cilën mbjellim, përgatitja e shtrat. Lejoni na ndiqni në rubrikat e ardhshme në kultura të ndryshme.